Ta mbylli Hila me Boçin. Shiko, ti jam një qytetar, natyrisht unë ju më keni thirrë si jurist. Aty do ndalem, ja, si jurist, si ekspert për çështjen e masigurimit dhe dërgimit së një shtetuese, por përplasjen mes drejtësisë dhe politikës. E dëgjova gjithë këtë debat shumë interesant, i pastër politik, tim. Prandaj tash jashtë. Po politik dhe nëse unë si qytetar, edhe kur e dëgjoj natyrisht debat me vlerë politike, por interesi i qytetarit shqiptar sot themun në gjykimin tuaj. Përveç se analizës, debatit politik, përplasjeve politike, moshës Berishës, lidhjes retorikë lidhur me krimin organizuar, korrupsion e tjera, është që faktet që kanë bënë sidomos me parat e qytetarëve shqiptar dhe që janë duke vetuar nga institucionet e drejtësisë shqiptare, të besuara, të pabesuara, se edhe kjo analiza që bëjmë ne, ke besim, s'ke besim, të pëlqen, absolutisht ato institucionet shqiptare dhe do shtrojnë funksionet e tyre sa të jenë detyrë. Dhe interesi publik është ky, që a janë vërtet ato fakte? A qëndrojnë këto abuzime, a qëndrojnë këto abuzime? Gjykata jep fjalën e fundit. Gjykata jep fjalën e fundit, po ky është themun, ky është gjykimi për qytetarin, pra ky është diskursi që do të dëgjoj se sa qëndrojnë, sa fakte penale janë duke hetuar sot. Cila është gjendja e tyre? Janë reale as janë reale? Çfarë informacione kanë mediat? Ku janë mediat të pjesë, ku janë institucionet shtetërore të pjesë? Në pjesën e timi gjithmonë flas për shtetin, flas për median si pushteti. Po të gjitha pushtetet bëjnë detyrën, kanë rolin e tyre përballë. Sa janë të angazhuar në zbulimin e këtyre fakteve? Majorancës apo dhe drejtësisë? Është interesi i shoqërisë, që nëse ka abuzime, edhe 100.000 euro, se personat hynë burg dhe për 1 milion lekë vjetra. Ato 100.000 vjetra. Në të nëpëstabim për shtypje 10, 50 milion, 100 milion në duke në tamon. Inflacion. Interesi i qytetarit është ky që këto para që dalin nga, sikur të zotile, dalin nga xhepi ynë, pjesërisht nga xhepi të gjithëve dalin, si janë shpenzuar, nëse janë abuzuar, kush ka abuzuar, si ka abuzuar? A duhet ndëshkuar? Ne do të zhvendoset, në gjykimin tim gjithmonë, se nuk dhe porosi, ne zhvendosim gjithë debat në shi e zhvendosim politik. Si reagon Berisha, si reagon, jo, themun gjithmonë, qytetar flasë, se edhe debati politik shme interes politik në Shqipëri, por e rëndësishme është dhe zbarje e fakte, marrja e përgjegjësive, ose dhënia e përgjegjësive të personat që e kanë, pavarësisht se kush ta ketë. Ose, Zoja Milori e përmendi 2 herë konflikt, ose temi Eshtuna zgjidhi konfliktin qeveri-drejtësi, jo, a ishë s'ka konflikt aty. Aty ka një çështje penale. Përbalja më fort. Atje do Atje do përbalja më fort, jo konflikti. Përbalja më fort. Po për herë të parë kemi një përbalje. Jo, përbalja më fort. Ekzekutiv drejtësi, që pas zhvillimit të reformës së drejtësisë. Por përbalje tamam. Unë kuptoj që ka ngarkesën e gazetarisë, por ai nuk është përbalje. Ai është ka i çështje penale nga kimi personi. Mos më e zauro muçi që individuale. Ta nisim Spaku dhe gjykata në atë rast nuk përballet në kënd. Spaku ose prokurori Spakut ka një përbalje direkte me personin në gjykatë për të cilët i ka atribuar penale. Atje do shkojmë. Të japim ne. Jo, interpretimi që jep dhe qeveria muçi, sepse qeveria akuzon ne përpiqemi ta transformojmë në çfarë është në temë. Kjo është një çështje penale, ta transformojmë një çështje me nuanca politike. Jo, një minutë. Këtë e ka bërë vetë qeveria. Themune, gjithmonë. Ne relativizojmë si çështje penale. Këtë e ka bërë vetë qeveria në momentin kur kërkon dhe japim e futim në këtë ullinë këtyre debateve politike. Këtë e ka bërë vetë qeveria në momentin kur kërkon që ose kur thotë që janë fakte konkrete. Drejtësia po ndërhyn në çështjet e ekzekutivit. Pra këtë e bën vetë qeveria që në momentin kur thotë që drejtësia po ndërhyn tek ekzekutivi. Ose dhe analistët kur thonë që gjykatat janë kthyer në një noter të vendimeve ose të kërkesave të Spakut dhe të prokurorëve. Pra kur gjykatat afërmendsh vulosin çdo kërkesë që i bën një prokuror, shumë analist, shumë jurist, shumë vendimet e gjykatave mos ma e zauro këtë pikë se aty do ta nisim.